Pse e çon 50 është zotri? Ta kapën një qa 50.000 lekë, thot kënu, vas na saroj nervat. Hajde. Ore, ti e i që ke bërë atë video me 50.000 lekë? Si kalova? Po njerëzit s'kan buke, ti thua 50.000 lekë qeti. Je këtu, ha? Shto qetet aty, se kemi me detyrim. Ore vlla, e kemi unë 400, ky 300. Ti e bëj qetën 50. Qetë shtu me 10. Ore, kjo është puna jote biznesit, mos nuk lem ne. Ne nuk të lem. Ta qosh 50, s'duam. Si s'duam? S'duam, s'duam unë ta kesh ti 50 e biznesi jot. S'pëlqen mua. Pse e çon 50 është zotri? Ore, po mos u qet nëse nuk don, mo. Jo, çoj 3.000 lekë siç e kanë gjithë. Nuk dua, unë as dispektus më haj kokat më kruhet ca. Mos din as vete. Ha. Hajde qet falas edhe pastaj në fund do thuash veti sa meriton kjo qetje. Falas po. Falas jepi dorën, jepi dorën. E këtu çfarë zjemi kot? Hajde më qet çik falas. Do qetësh edhe këtu këshurinë ti. Te dhoma këtu. Jo atje këtu. Te kjo këtu, po hajde më varja ku ti jet. Po në fund pastaj do japësh vet konklusionin. Po hajde më burri 10, a the falas ti, ulu. Po ti thuaj du qedhem falas. Po këtë, po jo bësh ti më 50.000 lekë atje. Unë 300 rrogën. A few minutes later. Ke mirë dashi. Da, tashim kënaqe mua. Me snet, no. Rofsh. Edhe atje vere falas. Si falas? Dil video thuaj këtu është çdo gjë falas. Pse për çka kam dalën këtu për bamirësi? Por dha, thuaj tu është falas. E shikoj që edhe më ngelemi kënaqe. Pse do acaroj mua në komente? Falas vere. Unë çfarë fitoj? Fiton gjë po të paktën çfarkullon, më kupton?